Shumë kërkojnë të renë, por refuzojnë të vërtetën që çliron. Ajo që dëgjoni këtu nuk është thjesht tingull, është plori parmendës së Perëndis, që po hap hullin në shpirtin tuaj. Mos pranoni një ungjillë thjesht për faqe të jashtme. Teknologjia ndryshon, epokat kalojnë, por fjala është e përjetshme dhe nuk bie kurrë në kundërshtim. Koha për të luajtur si krishter mbaroi. Mbreti është e dera. A jeni gati për vendimin real? Dëgjoni tingullin që përmbys tryezat e krenarisë. Dhe përkuluni përpara të vërtetës. Nga zana fillat e apokalipsi, filli është vetëm një. Nga fryma e jetës tek kthimi në pluhur pas gjë. Atë që predikova në fillim e mbaj fuqishëm tani. Ora e llogarisë erdhi, është koha jote në lavdi. Nuk është emocion, është transformimi vërtet. Është fryma e shenjtë në veprim të plot në jetë. Gjoheli e shpalli, qieli u hap me madhështi. Detin e kombeve Zoti e mati me plot fuqi. Nuk ka mashtrues që i reziston dritës në këtë vend. Fokusi është gjaku, fokusi është kryqi në çdo mend. Plori parmendës nuk devion, hulia është e drejt. Plani Perëndis në ne është i plot dhe i shenjtë. Përmbysë tryezën, lere frymën të rjetani. Zgjimi vërtet sa po shpërtheu me madhështi. Pa maska pagën jeshtra, vetëm lavdi bi altar. Tingulli shumë ujëra verdi të na pastroj si është thirrja e kombit në liri. Duke shëruar tokën dhe duke sjell shpëtim në pafundësi. 20% është njeriu, 100% është Zoti i vërtet. Duke përdorur mjetin për të treguar dashurinë e Tij në jetë. Jepja shahun dhe matit, unës tënde të vjetër tani, dhe ndjeje për qafimin e birit të Perëndis në lavdi. Uja vjetër i ku, dhe zëri i ti mbeti për gjithmonë. Amin.